Tiranë. Vijojnë hetimet dhe veprimet operacionale për zbardhjen e vjedhjeve. Identifikohen 3 autor vjedhjesh në banesa dhe në lokale. Vihen në pranga 2 prej tyre dhe shpallet në kërkim tjetri. Sekuestrohen disa bijuteri dhe një shumë lekësh të dyshuara të vjedhura, si dhe një automjet. Si rezultat i hetimeve të kryera rreth denoncimeve për vjedhje në banesa dhe në subjekte, shërbimet e Komisariatit të Policisë R6 në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë R2 mundësuan zbardhjen e autorsisë së 4 prej këtyre rasteve. Konkretisht, u vu në pranga shtetasi D, 20 vjeç dhe u shpall në kërkim shtetasi G, 21 vjeç. Pasi dyshohet se gjatë periudhës maj-qershor kanë vjedhur para dhe sende me vlerë në një banesë dhe në 2 lokale. U vu në pranga shtetasi K, 33 vjeç. Pasi dje, dyshohet se ka vjedhur një shumë parash në një banesë në fshatin Arban. Punohet për kapjen e 21 vjeçarit, si dhe për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të kenë kryer këta shtetas.